apo çdo person që merret me këtë punë të ndërgjegjësohet dhe të kenë kujdes. Dashur me qëse. Kshu i vjen që ka një sabotazh. Kështu i bide vin fajin Pra, rusë, ka faja stikum. Shumë respekt ta them këtë, ha? Mirë, ti më thua me shumë respekt dhe unë po të them. Jo, Beni e beson ato. Ore, të edhe njëra, Beni e beson ato. Unë bashkohem me Beni tek një gjë. Unë them. Këtu ne çalojmë nga shërbime sekrete patjetër. Që unë të nxjerr një konkluzion dhe të marr masat, duhet të di çfarë ka ndodhur. Tani unë po them çfarë ka ndodhur. Dhe po them, zotëri, deri tani është në polisterol. Unë nuk gjeta polisterol në asnjë vend. Polisteroli. Ky sabotatori apo qëllim keq dashsi. Që pse ka zgjedhur të mënyrën kaq të komplikuar më zotin Mesi? Se mund të ja kishte larg qoftë, kishte fut një ku diun. Dron vogël. Dron me tritole dhe kishte marrë punë. Pastaj pa më thujtë më pak. Ne kemi pamet e zjarrit 2021-shit. Po duash ne nxjerrim. Tek njëti. S'ke pse i nxjerr. Tek njëti. Jo, nuk ke pse i nxjerr, jo, po ta them unë çfarë është ajo. Po e njëjta gjë është. Jo, s'është e njëjta gjë. Po çka gjë, urdhë. Krish pas është e njëjta gjë. Ja ku e ke. Po nuk është e njëjta gjë. Po është e njëjta ndërtesë më. Po zotni nuk është e njëjta gjë. Nuk është e njëjta gjë. E kanë me këtë domethënë, e kanë me këtë ndërtuese. Po zotni dhe një. Me kë e kanë? Po mirë më tani, ja pyet është e njëjta gjë. Po them si është e njëjta gjë. Që kanë një brendshëm rivalitet. Kështu i bide. Në objektin e parë, nuk ishte ky detaj që thash unë tani. Që kam qesh parish për kërkoj regjist ma nxjerrët detajin. Po duro pra se i ke me këto formate tua çuditshme, këtë po më thonë, do të presim pak minuta. Jo, janë fotografi. Po fotografi po s'po e hapin dot. Detaji arkitektonik i objektit të parë nuk ishte ky. Kush është kënë brava kjo? Kjo foto është? Kjo është kënë brava kurizit tënë? Kush? Apo jo? Kjo. Kjo. Shife. Po nxjerrë më regjia. Shife ku e ke, nuk e di, e tallon këto po jo. Na trego. Kjo është leshi xhamit. A ka në kamerë për Benin apo jo? S'ka gjë që jemi keq me ndryqimet, s'ka problem. Ai është prioretan, shkun prioretani. Or zotni është ky. Ky. Po mund të jetë aty ai, mund të jetë edhe aty, mund të jetë. Lutem tani, është ky. Mund të jetë ai, po flasim. Por kjo është e tmerrshme. Unë po them ishte ky material ti po thon. Ai nuk merr zjarr. Por zotri, kjo faqe zjarr, aty nuk ke zjarr. Kjo faqe këtu shifeni se po më tërboni tani. Kjo këtu, shifeni këtë këtu. Ky është ky material që nuk është djegur. Nuk digjet ky material. Është veshje gjithë fasadës. Po kjo pjesa zezë është djegur, kjo pjesë po një material. Kjo pjesa zezë këtu. Nuk është djegur, këtu ka rënë. Këtu është këput nga muri. Është i foto për dhe. Është këput nga muri zotëri. Okay. Pra, këtu është këput nga muri, këtu është gjithë veshja. Dhe ky detaj tani shifeni. Silleni pak celularin e Radit se u bë që u bë pazar kë punë. Silleni pak celularin e Radit. Shifeni tani, detaj. Kjo është veshja plastike. O Benov, si më e ka kompur? Ky këtu është materiali. Ky materiali nuk digjet. Ky ajo nuk digjet. Duhet 1500 gradë. Tash më shpjego pak. Ç'a ndodhi që mori flakë materiali me 1500 gradë plus? Atëre, ajo që un si merr flakë ti si inxhinier, ç'a lëndë i ve flakën kësaj? Se çdo gjë ka momente vetë të djegës apo jo? Cila është lënda? A dini kush kaliumi? E njihni kaliumin? Po. Po. Është një lëndë e cila është përdorur. Lëndë Mendelejevit, e dim. Është përdorur. Po. Dhe nëse flakën asaj prodhon 2000-3000 gradë. Pra ti peqa aty ka shenja kaliumi? Këto sa bëjnë ekspertët. Unë këpash një gjë. Si ekspert pa, na erdhe me gjëra në tavolinë. Një minutë, se nuk është. Ti duhet na thush tani me intuitën tënde, nëse aty ka për te binde se ti ke për sabotim. Unë i dashur them një gjë. A ka shenja kaliumi? Po, ka. Okej, rregull. Po pyes, nëse ka apo? Unë po nxjerr një të dhënë që është, le ta kundërshtoj kushdo. Ky material nuk digjet me letër. Ky material fillon djegjen pra baruti do kapsol. Nuk digjet formë tjetër baruti. Përdori çfarë duash ti. Edhe letër ti vesh nuk digjet. Duhet të kesh kapsolën. Pra ti thua firma është okay. Jo, nuk them firma është okay, të kuptojmë një herë tani. Duhet të rrezoj në këtë moment të gjitha të plot të madhe që është ndërtuar mbi ekzistencën e polisterolit, që nga e vërtet, s'ka polisterol. Atëherë, polisteroli njëherë është material i vetëshuar, dhe këtë rast nuk po flitet polisterol, po flitet për pleuretan. Tash në editorialin tim Ben, dhe unë kam qëndrimin tim dhe televizionin që drejtoj, nuk kemi fol për këtë gjëra. Kush tha jo? Në editorialin tim unë kisha, a ka përgjegjësi dikush për këtë që ndodh? Ja tani do filloj unë. Prapë do vë flasin të tjerë në lab. Flasin se flasin të tjerë në fjalë. Okej. Deri tani kemi argumentuar ti dhe të kam kundërshtuar unë. Shiko, inxhinieri. Vetëm një fakt që është punë lekësh, me që përmend kaliumin se po e vërtetoja. Sot në bursë, jo më këtu, 1 gram është 42 euro. Domethënë, nëse është e vërtetë që është përdorur kalium, duhet më shumë se 1 gram besoj për këtë gjë. Bëhet fjalë për kosto qëndësishme dhe nuk është lehtësisht i gjetshëm kaliumi, është 40. Po shërbimet e gjejnë.
Është po pra do të Po shërbimet e gjejnë sotri. Punë tjetër. Sepse po të them që ti vesh flakën kësaja, duhet të ketë një fuqi gjeneruse 2 migrat që thuaj flaka. E kushton flaka pastaj s'mbahet flaka. Grami. Kur fillon flaka nuk mbajt më. Në Gërdec, Por pikërisht këtë po them që fakti që është i shtrenjtë deri rrallë. Patjetër. Po, deri te flaka është gjithë ideja. Ishte Gërdeci, ë? Ishte Barut. Zoti Balla duhet të them vetëm këtë. Problemi është pse kjo ndërtesa, pse u zgjodh kjo ndërtesa, më shpjegoj pa. Mund zgjidhe kushdo. Po pra, Se ka kosto lart. Seja, sepse se Tirana është kaq keq me shërbimet e mbrojtjes kundër zjarrit, sa çdo pallat Tiranës është rrezikuar. Reatia jon mbi situatën gjeopolitike ka arritur për masa të tilla, ku ne shohim me skepticizëm çdo lloj agresioni që bëhet në Shqipëri, e shohim me skepticizëm. Jo, unë nuk e shoh me skepticizëm, e shoh me realizëm. Në këtë kuadër, se unë mendoj që s'kemi as shërbime sekrete tona të terezi. Unë bëj investigimin tim. Pse kjo kull? Pse kjo kull? Po çka rëndësi më do ishte një tjetër. Do ishte edhe një tjetër më. Do ishte edhe një tjetër më burr. Po pse kjo? Por, pse kjo? Atëre pyetje fal. Pse nëse e pas kam pas me këtë firmën Arlis, kishin atë e Tiranës. Nuk ka të bëj me Arlisin. I dashur s'ka të bëj fare me Arlisin. E bëshin super gol. I dashur s'ka të bëj dhe kjo që po them unë nuk ka të bëj fare me Arlisin. Qofse do vish pastaj do analizoj. Nuk ka të bëj me Tiranës, mes Shesë Skënderbej. Nuk ka të bëj me Arlisin. Po me këtë çështja është që ne kemi 2 ditë që po diskutojmë një situatë e cila në imazhin e këtij shteti ka marrë goditje të rëndë. Dhe misioni i këtij goditje është pikërisht kjo që ndodhi tani. Dhe çfarë po ndodh? Unë sot jam i ndinjuar absolutisht me shumë media, të cilat kanë interpretuar tjetër për tjetër ngjarjen. Me gjithë respektin shumë madh që kam për ty. Tash ti ke ardhur në një televizion që është televizion që është pothuajse jotin, në këtë sensin që ti je prezent në çdo orë tonën, dhe unë kam ngritur disa pyetje, cilave ti nuk i përgjigjesh pyetjeve çfarë thot X dhe Y. Mos më intereson fare se unë nuk i vej job këtij Arlisit, dhe as nuk i dua parat e Big Market. Cilat janë pyetjet? Pyetjet janë zotëri kush e ka përgjegjësinë për këtë që ndodhi? Se mund të kishim tek 250 veta mbrëm. Kush e ka? Nëse do dilën 12 natës. Kush e ka? Kush e ka pra ma thuj? Do kush e ka? Po, patjetër ma thuj. Kush e ka? Se kjo firma që sapo del kryeministri dhe e kërcënon distancët, po, do t'i paguajmë ne gjitha. Një firmë që është në rregull, thotë, tim kërcënon mu, takova me avokatë e mi. Se unë jam në rregull fare se unë kam marrë lejen e shfrytëzimit. Kush ja dha lejen e shfrytëzimit tyre? Unë ja dash, ja dhe ti. Ka institut ndërtimi, ka IKMT, ka bashki. Po pra më përgjigj. Po t'ja përgjigje, pra sa edhe ti përgjigje. Kush e ka përgjegjësinë? Atëre. Ja ka dhënë vetë lejen KKT-ja, kryetari i cilit është Prit ta mbaroj se do të flasim dhe nëse kështu nuk po e lëm ta zgjidhim bisedën. Ky është dezinformues që bëni ju. Sepse unë jam bëj populizëm, më përgjigj mua. Unë jam fakt. Atëherë më bën populizëm, unë jam. Leja e ndërtimit fillon nga paraqitja e projektit. Në paraqitjen e projektit ka detajin elektronik çfarë duhet të jetë veshja këtu. Ka ndonjëri informacion në këtë lejë ndërtimi çfarë lloj materiali ose cila është kategoria e veshjes që duhet përdoret në projekt. Pra, Eraldi edi. Keni informacion si ishtë projekti? Jo, si duhet jetë. Jo, si duhet jetë, jo, si ishtë projekti, po them. Ke informacion? Atë një sekond. Bëmë si duhet jetë. Jo, mos si duhet jetë, ta them unë si duhet jetë. Po ta thotë ai pra. Neve na intereson të themi çfarë është standardi në këtë rast. Jo. Jo, s'është kjo çështja. Ty të intereson, pyetja shumë konkrete. Më intereson ta them këtë dhe mbi bazën e kësaj. Po me ato që raporti dhe shive. Atëherë, jo më do ta gjesh përgjigjen, do ta them unë. Standardi është mbi deri në 30 metër duhet të jetë a dysh, mbi 30 metër duhet të jetë a njësh, në 30 metër mund përdoret dhe feja dhe eja. Ky është standardi. Zgjidhim gjë pyetjes që bëre ti? Asnjë gjë fare. Jo, zgjidhim. Tani unë po vi për jap zgjidhje. Mua asnjë gjë, ju teknikisht mund dini diçka, Të lutem, ta fillojmë në një gjë. Po mirë, 30 minuta ta themi edhe në një gjë. Okej. Shiko, unë i marr ta mbaroj, ta filloj dhe unë një fjalë më vonë. Okej, filloj. Se kemi fiks 34 minuta, nuk kemi fol asnjëri. Dhe na fillon dhe Bayerni pas pak. Tani, inxhinieri, unë nuk jam ekspert i zjarrit dhe unë kam njohuri për aq sa më dashur për të drejtuar institucionet dhe për të marrë masa evakuimi, po jo për ta studiuar në thellësi siç e studion inxhinieri. Por me ato kërkime që bëhen, shiko, edhe inxhinieri tjetër mund ta konfirmojë.